Smuse në Top Albania Radio. Ora dytë ndryshes. Unë ta filloj me pyetje nga Smuse. E di që nuk i ka qep, asun si kam qep. A ta filloj unë me një pyetje nga Smuse? Ema? Po, jo, dua ta komplimentoj për goca dhe gra dhe na shoqëroni pak me goca. Më thënë si të erdhi ftesa për goca dhe gra dhe pse të rria i vend aq mirë moj motë. Faleminderit. Po yll, si ç'bën edhe hypën si për tavolinë, se është, nuk e di, është fantastike. Ti faleminderit. Unë nuk hypim pastaj. S'do hypi gjithmonë në më. Kometa një herë kalon. E kape mirë se ka. Kometa një. Nuk është hera e parë që më vjen, më zhdukur ky vit u bashkuan interesat e të dyja palëve dhe mbi të gjitha jam shumë e rehatuar me panelin, me kolegët që kam atje, ishte një nga arsyet që kam thënë po, natyrisht edhe kënaqësia. Ky për mua është një panel shumë simpatik, edhe shumë fantastik. Për mua ka qenë një nga motivet dhe kënaqësia për me qenë në një ekran kaq të rëndësishëm dhe një tavolin ku gratë marrë një rëndësi tjetër. Dhe mendova që po, nëse mundem të kontribuoj, po. Por çkuar aty që Ema është gjithmonë në mbrojtje të grave. Do të thënë Ema në atë emision është super cool, është shumë mirë. Goca dhe gra, ka dyshim goca dhe grua? Po ka se është më thua do të gocë ti mua tani. Unë grua së them dot, se gocë. Se janë dhe dy mendësi të ndryshme. Jo, ti mund të jesh një gocë shumë më e mirë se një grua, domethënë. Mirë, po prap, është dhe goca dhe gra brenda fjalës tënde, kështu që. Goca zjecat bëhen. Më pëlqen Ema se është gjithmonë, siç e thash dhe në krye të herës, gjithmonë në mbrojtje të grave. Do thuash ti nuk është se gratë kanë gjithmonë këtë nevojën për, po më pëlqen, për shkak kur dikush një nga kolegët që ka pranë ose aty në studio e ngacmon e thumbon, Ema është aty për t'i thënë kujdes me gratë. Disa mendoj unë në përgjithësi mendoj që disa kode, se unë kështu jam rritur, nuk duhen thyer. Dhe në këtë tavolinë jemi të tre të rëndësishëm, të tre njësoj. Edhe unë këtu jam dhe unë këtu jam e ftuar dhe nuk mund të mos të mungoj respekt. Janë disa kode për cilat unë i kam edhe këtu e kam shumë impulsiv mbrojtje, nëse do ta quaj mbrojtje se s'ka njeri nevojë të mbrojtë, po dikush vendos të mos reagoj. Po, të mos reagoj, kjo është. Kur nuk është jashtë me, në sensin e nuk e llogaris, më duket dhe më duhet që të rikujtoj vetes, dhe sidomos kur jemi në publik, që disa rregulla duhet të ruhen, prej që e mori dhe pse kjo bota është bërë pak më e lirë se ç'duhet. Mu prish Gjiza se erdhi Ema Andrea. Në një farë mënyre. Keni një koment për këtë? Me fjalë, Gjizën e do si ushqim? Më pëlqen shumë të vë lavatriç. E kam një nga centrifuga. Gjërat e rëndësishme. Apo rrotullimi. Në fakti që laj rrobë. Që lan rroba. Ema, shiko, jo, dua të të pyes, një video bëhet kaq virale, merr kaq shumë klikime, ka kaq shumë për një gjë krejtësisht pa rëndësishme, ka të dyja palët, dhe nuk e di pse nuk i kushtojmë kaq like, kaq views, kaq shikueshmëri, një shfaqje teatri, një kryevepre botërore. A kjo po. Të vjen kështu, thua hej, sot i me çfarë merren njerëzit. Shiko, njerëzit do të merren me të themi kur luajt Ema ka qenë soldau. Këtë viraliteti 5 minuta do merren. Në jetën e tyre nuk ndikon gjithaq. Kjo është pak por e sigurt. Se ka një motiv me shty një kafe të parëndësishme etj. Kështu që duhet me ditë se sa rëndësi ka kjo për jetën e njerëzve, nuk ka gjithaq. E unë të paktën jam konsciente për këtë. Por po është e vërtet që kur ti dëshiron të komunikosh publikut diçka që ti beson se vlen dhe për cilën publiku duhet të di, me dashje apo pa dashje, unë shikoj që nuk bën me zor virale. Unë më duhet i kujtoj edhe medjave që kultura nuk është tregti. Ndonjëherë mediat, portalet rezistojnë. Fiks kultura nuk është rezistojnë prej faktit që kujtojnë se bëjnë nder. Në fakt jo, i bëjnë nder të gjithë publikut vet, i bëjnë nder shoqërisë. Dhe kam përshtypjen e kanë dhe pak për detyrë të shpërndajnë lajmet aty ku ka kulturë, ku ka libër, ku ka art.
dhe nuk është tregti. Në këtë sens, bashkërendimi nuk është gjithaqë sakt, heqim pastaj faktin e mos bashkëpunimit edhe të vetë atyre që merren, pra të ndihmojnë njëri tjetrin, të kenë një zemërgjësi më të madhe në pjesëmarrjen dhe shpërndarjen e lajmit. Por gjithsesi edhe nëse ata e bëjnë, vështirë është të bëhet le të themi virale. E vërtet është që shfaqet janë sold out, edhe në një prej tyre, në disa prej tyre kam qenë dhe vetë, më vjen shumë mirë, sepse publiku i teatrit, që nuk është gjithmonë publiku i që ri në Instagram, në rrjete sociale, nuk është gjithmonë. Ka lajmin gojë më gojë, edhe ky besoj është ai më i sigurti kur njerëzve u pëlqen edhe i ofrojnë njëri tjetrit i japin një ofertë, një informacion i cili është gjithmonë më i besueshëm edhe njerëzit e ndjekin, siç e për ekspozitat ndodh një gjë e tillë. Më pëlqen gjithmonë kur kënaqem kur jam spektatore diku ta ndaj me të tjerët. Ja vlen edhe ndoshta ndonjëherë ka më shumë efekt se sa rrjetet sociale. Çfarë thot Sara për ty tek Goca dhe Gra? Sara, çfarë thotë për mua te Goca dhe Gra? Nuk e shef Sara, Goca dhe Gra. Jo, nuk është. Shef mamin e vet ajo. Jo, ajo është gjithmonë, unë flas përpara se të shkoj, nëse dhe diskutoj se si do të ndihem unë. Në përgjithësi te Goca dhe Gra shkojmë pas mësimit, kështu do thotë koha ime reale, fizike, nuk është shumë po mirëpritem aty me make-up, me veshje, me të gjitha, kështu që këto rutina të largohen shpejt. E punoj skaletën dhe në fakt ne edhe ndajmë mendime me njëri tjetrin, ofrojmë ide për se çfarë do të ishte e rëndësishme për të folur dhe cila nga ne do të ishte ajo që do të merrte drejtimin e atij diskutimi. Sara, tani më ne ndajmë si dy të rritura mendime për çdo dalje tonën publike. Edhe të pëlqen. Dhe po. Të bëm vërejtje kështu një gjë, mami exagerovin çikos. Po shiko, në shtëpinë tonë ne s'kemi kohë 40 sekonda. Famën e kemi marrë me lojt dhe nuk e kemi aq të rëndësishme se sa vlerat edhe Sara thot mami apo Ema? Ne thritemi me çdo gjë, ma rrallë më thot. Thritemi zemra, papuçe, drita, jeta. Papuçe, baba, babushe, drita. Mirë, do shkojmë në publicitet, do kthehemi pas pak se do vazhdojmë të flasim edhe për Sarën edhe për Ema. Sara është në festival, po do t'i cekim gjitha pas pak. Sara është në festival. Ka publicitet.